Policia rrugore e Lezhës vijon kontrollet intensive në të gjitha akset rrugore të qarkut me synim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore. Gjatë kontrolleve të zhvilluara përmes patrullimeve në terren dhe përdorimit të mjeteve inteligjente të monitorimit, janë konstatuar dhe ndërshkuar 10 shkelje të kodit rrugor që lidhen me drejtimin e mjetit në gjendje të dehur, tejkalimin e normave të lejuara të shpejtësisë, përdorimin e celularit gjatë drejtimit, parakalimet e gabuara dhe shkelje të tjera që bëjnë rrezik për aksidente. Sipas policisë, në ditët e fundit është arrestuar një drejtues mjeti për veprën penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa 4 të tjerë janë arrestuar për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Gjithashtu, 8 drejtues janë proceduar në gjendje të lirë për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Gjithashtu janë vendosur 2364 masa administrative për tejkalim të shpejtësisë, 915 gjoba për parakalime të gabuara dhe 40 masa administrative për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Policia rrugore u bën apel të gjithë përdoruesve të rrugës të respektojnë rregullat e qarkullimit, të shmangin sjellje të rrezikshme dhe të kontribuojnë në rritjen e sigurisë në rrugë, ndërsa thekson se kontrollet do të vijojnë pa ndërprerje në të gjitha akset rrugore të qarkut Lezhë.